Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Qelsi i suksesit. Ja diçka që meriton të përsëritet. Nëse e njihni Allahun dhe adhuroni atë, do të gjeni lumturi dhe paqe, edhe nëse jetoni në një kasolle prej balte. Por nëse shmangeni nga rruga e drejtë, jeta juaj do të jetë vërtet e mirë. Madje edhe po të banoni në një vilë dhe të shijoni lukset më të mëdha. Nëse jeni prej këtyre të fundit, atëherë nuk i keni me vete qelsat e lumturisë. Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri, sa që një grup i fuqishëm mezi bartnin qelsat e thesareve të tij. Thellohuni. Padyshim, Allahu është mbrojtës i besimtarve. Me fjalë të tjera, ai i mbron ata nga e liga, në këtë botë dhe në përjetësi. Në këtë ajet, Allahu na sqaron, na paralajmëron dhe na jep si hariqe. Ai u alargon të keqen besimtarve në përputhje me besimin e tyre. Ligësinë e mosbesimtarve, pëshpëritjet e ulta të shejtanit, të keqen brenda tyre dhe ligësinë e veprave të tyre, të gjitha këto Allahu i largon prej besimtarve të sinqertë. Kur bien fatkeqësi, bara e saj do lehtësohet për ta. Çdo besimtar ka pjesë në këtë mbrojtje hyjnore. Prap ajo ndryshon sipas nivelit të besimit. Disa marrin më pak, të tjerë më shumë. Ndër frytet e besimit është se ai e ngushëllon besimtarin në kohra vështirësish. E atij që beson në Allahun, ai ja udhëzon zemrën. Kjo i referohet besimtarit që është goditur me fatkeqësi, e i cili di se ajo është prej Allahut dhe se është shkruar për të. Pastaj ai kënaqet dhe ja nënshtron vullnetin asaj që i është caktuar atij. Kështu goditja fatale e fatkeqësisë do e humbas efektin mbi të, sepse ai e di që ajo erdhi nga Allahu dhe se ai do të shpërblehet për durimin e tij. Si jetuan ata? Le të kthehemi mbrapa e t'i hedhim një sy mënyrës se si e kalonin ditën shokët e pejgamberit. Ali ibn Ebi Talibi, i cili ishte i martuar me Fatimen, vajzën e profetit, u zgjua herët një ditë me të shoqen dhe së bashku kërkuan ushqim. Por në shtëpinë e tyre të thjesht nuk kishte asgjë. Bënte i ftohtë i ashpër i dimrit, por Aliu doli jashtë. Ai kërkoi në të gjitha rrethinat e qytetit dhe më në fund ju kujtua një hebre që kishte një kopësht. Kur Aliu mbriti atje, hebreu i tha: "O Arab, e edhe këputi hurmat për mua dhe për çdo kovë të mbushur do t'jap një hurmë." Kështu, Aliu u robrua për një kohë të gjatë gjersa ju lënduan duart dhe trupi filloi t'i dhimbte. Ai e mori numrin e pakët të hurmave dhe shkoi tek profeti për t'i ndarë me të. Me ato që mbetën, ai dhe Fatimja mbajtën veten deri në fund të ditës. Kjo ishte jeta e tyre. E megjithatë, ajo që mund t'i duket kontradiktore materialistit, është se shtëpia e tyre ishte përplot me dritë dhe lumturi. Zemrat e tyre u mbushën me parimet fisnike që ju shpallën pejgamberit. Nëpërmjet ndriçimit shpirtëror të zemrave të tyre, ata e shquajtën të vërtetën dhe e pranuan atë. E njohën gënjeshtën dhe e kundërshtuan atë. Ata punuan në rrugën e të parëve dhe u larguan shumë prej të dytëve. Ata e kuptuan dhe e përvetësuan vlerën e vërtet të gjërave. Ku është lumturia e Karunit dhe Hamanit? I pari është i groposur, kurse i dyti i mallkuar. Si shembulli i bimësisë pas shiut, rritja e së cilës i habit buqit, e pastaj ajo thahet dhe e sheh atë të verdh, atëherë bëhet e thyer dhe e llomitur. Lumturia e vërtetë është me Bilalin, Selmanin dhe Amarin. Allahu qoftë i kënaqur me ta.
Bilali ishte ftues në të vërtetën. Selmani ishte i besueshëm, ndërsa Amari ishte besnik në përmbushjen e detyrimeve. Çthon të urtit për durimin. Fjalët e mposhme i atribuohen Anushirvanit, perandorit persian. Fatkeqësia është e dy llojeve. Lloji i parë ka si rrugëzgjidhje preokupimin. Lloji i dytë nuk ka rrugëzgjidhje. Durimi është shërimi i saj. Disa kanë thënë, ai që ndjek durimin do të ndiqet nga suksesi. Thuhet se atë që pason durimin e pason fitoria. Një proverb i mirënjohur thotë, durimi është çelësi i daljes nga vështirësitë. I duruari i fituari. Ai që bën durim nderohet. Fryti i durimit është triumfi. Kur turbullirat shtohen, ai e lehtëson njeriu. Është thënë gjithashtu, kërkoni përfitim aty ku jeni penguar. Përpiquni të qëndroni gjallë duke kërkuar vdekjen. Sa të tillë ka patur që mbijetuan sepse i vun gjoksin vdekjes, dhe sa janë shfarosur që parapëlqyen të rinë ndenjur. Dhe siguria vjen më së shpeshti pas shkeljes në shtegun e pasigurisë. Arabët thonë, vërtet, trazimi ka edhe të mirën në të. Ebu Ubejde e shpjegonte kuptimin e kësaj shprehjeje duke thënë, nëse kaploheni me një fatkeqësi, ta dini se mund t'ju kishte goditur një edhe më e rëndë. Nëse keni një këndvështrim të tillë, fatkeqësia bëhet më e lehtë për ju. Shpesh rrugdalja prej një vështirësie vjen atëherë kur është humbur shpresa. Derisa të dërguarit gati e humnin shpresën dhe mendonin se u përgënjeshtruan, atëherë u vinte atyre ndihma e jonë. Pa dyshim, Allahu është me durimtarët. Ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Nga njëherë Allahu sjell sukses dhe çlirim kur humbet shpresa dhe gjithçka duket e errët. Kjo është për të na inkurajuar që t'i kthejmë shpresat nga Allahu, t'i besojmë atij plotësisht dhe asnjëherë të mos e humbim bindjen tek ai. Gjithashtu, kur goditemi me ndonjë fatkeqësi, duhet të kënaqemi me dijen se jemi goditur me diçka relativisht të vogël dhe se jemi shpëtuar nga diçka që mund të kishte qenë më e keqe. Ishaku asketik ka thënë, ndoshta Allahu e sprovon robin me një fatkeqësi edhe pastaj e shpëton atë nga shkatërrimi. Kështu, sprova bëhet bekim i madh. Thuhet se ai që duron një fatkeqësi dhe është i kënaqur me vendimin e Allahut duke duruar, atëherë ai do të vrej me kalimin e kohës një bekim ose përfitim të fshehtë. Është transmetuar nga të krishterët se njëri prej profetëve të tyre tha, fatkeqësitë janë disiplinim nga Allahu. Disiplinimi nuk është diçka e vazhdueshme. Ndaj, si hariqe për atë që duron kur disiplinohet. Një person i tillë duhet të stoliset me kurorën që simbolizon mbizotrim dhe fitore. Fitoren që Allahu ua ka premtuar atyre që e duan dhe i binden atij. Ishaku gjithashtu ka thënë, ruajuni nga të ankuarit nëse kapeni në dhëmbët e mprehtë të fatkeqësisë, sepse rruga drejt sigurisë është e vështirë. Bazr Xhamhari ka thënë, pritja e rrugdaljes duke bërë durim sjell gëzim. Mendimi i mirë për Allahun s'dështon kurrë. Në një hadith kutsi, Allahu thotë, unë jam me robin tim, aq sa më vlerëson ai mua. Robi mund të më vlerësoj si të doj. Një shkrimtar ka thënë,
Vërtet, shpresa inkurajon njeriun dhe shtyn atë drejt durimit. Shpresa vjen nga mendimi i mirë për Allahun. Shpresa në ndihmën e Allahut parandalon dështimin. Po pse duhet jemi të bindur se shpresa në Allah e parandalon dështimin? Po të studionim tiparet e njerëzve bujar, do të shihnim se ata kujdesen në veçanti për njerëzit që kanë mendimin e mirë ndaj tyre, sa të drejtohen për ndihmë. Ata priren t'i shmangin njerëzit që mendojnë keq për ta. Ajo që ka rëndësi këtu është se ata përmbahen nga lëndimi i shpresës së atyre që u drejtohen për ndihmë. Atëherë si do të ndodhë me të plot mëshirshmin? Mbretëria e të cilit nuk zvoglohet, duke dhënë edhe më tepër se të shpresojmë, më shpresuesit? Njeriu që nuk gjen rrugdalje nga një situatë e vështirë tregon shembullin më prekës të bujarisë së Allahut dhe të udhëzimit për robin e tij. Pasi u mbet çdo shpresë në ata të cilëve ju është drejtuar për ndihmë, ai detyrohet kujtoj se ka një derë e cila mbetet e hapur dhe se s'duhet shpresojë në asnjë përveç Allahut. Në këtë pikë, njeriu qorton veten përse nuk ka shpresuar te Allahu, para të gjithëve dhe në atë çast vijnë ndihma dhe lehtësimi. Kurani na këshillon. S'ka dyshim se ata që po i adhuroni veç Allahut janë të krijuar sikurse ju. Thirrini pra ata t'ju përgjigjen juve nëse flisni të vërtetën.